Kapitulli radhës, i cili është më i gjati për nga natyra, është kapitulli i lutjeve, nga se ajo me të cilën është veçuar Muhamedi a.s. në ditorën dhe natën e tij ka qenë lutja, duaja. Lutja e Muhamedit a.s. ka qenë e larmishme, e ndryshme, e shumë gjira, ka kërkuar për shumë gjëra. Andaj ne nuk mund t'i mbajmë mend të gjitha. Mirë po është mirë të mësojmë se për çfarë lutej Muhamedi a.s. Cilat ishin shqetësimet e tij, brengat e tij, që edhe ne sa do pak të sillemi rreth brengave të pejgamberit ton a.s. Andaj nga dua që i ka bërë pejgamberi a.s. është edhe duaja të cilën ka thënë në ta: Allahumma inni a'udhu bika min al-faqr. Ka thënë: o Allah, kërkoj mbrojtjen tënde nga fukarallëki. Ruajmë o Zot mbi fukarallëkit, ruajmë prej varfërisë, ose sidomos asaj varfërie e cila nuk më jafton mu për shërbimet e mia, për nevojat e mia. Ka thënë pasan wal qilla. Ka thënë: o Zot, ruajmë nga zhvlerësimi i pasurisë. Ka mundësi ti ki shumë, po është e pak. Sa njerëz i shohim dhe i dëgjojmë duke zhvlerësuar pasurinë e vet, duke nuk e çmuar pasurinë e vet. Dhe nëse e nxjerrim kalkulator ajo është shumë. Mirë po sytë e tij, të cilat nuk janë të mbushur në zemrën me iman, me besim në Zotin e Madh Xhelal, me mirënjohje, apo e shohim pak. Sa prej njerëzve e zhvlerësojnë familjen e vet duke lakmu dikun tjetër te harami, te ndaluara. Për çfarë arsye? Nga se nuk e ka zemrën e mbushur me besim se kjo është halal i jot. Kjo është ajo që duhet të mjaftojë tyje. Sa njeriu nuk mjaftohet me shtëpinë e vet, qille, sheh pak, meqenëse ti ku ta shefsh mrena o xham, ama nuk mjaftohet me ta. Për çfarë arsye? Këtë ka bëu dua pejgamberi alayhis salam. Ka thënë: o Zot, ruajm mos ta shoh pak pasurinë. Pastaj ka thënë: wa dhilla. O Zot, ruajm mos çnderohem, mos ta hupi kënaqërinë, mos të mpërdhose dikush, mos të mshkele dikush. E çish bëhet njeriu i poshtër të ndëruar xhamat, siç ndërohet njeriu, vetë çndëron njeriu njërin vetëm. I premton dikujna, apo merr prej dikujna parë borxh, suni kthen ato, zhitet në borxhe, sikur që ka duaja e xumas së kaluar ku e përmendëm se pejgamberi alayhis salam lutej: o Zot, mos u mranoj me borxhe. Për çfarë arsye? Sepse çndërohesh, i ikpi njerëzve. Për çfarë arsye? Nga se vetë ke ul vetën, ju premton njerëzve. Sa për një, ju premtoj njerëzve: se kena me bo, kena me bo ta. Apo, pastaj pështërsohet, së në ban. E kanë pyti Imam Ahmedin rahimahullahu ta'ala, kanë thënë: çuçi një munafikat, ka thënë pi premtimit. Mos premto, kur s'mund është dikujt më asos një punë, mos i thoj hajse. Apo, e kipo disa e kanë karakter, thotë mos t'ja prishi, po prishi Allah, shumë me bënë këtë punë. Apo, klip dikush në ndip, thotë shumë e vajun në këtë punë. Ça është marrë mi thonë se ne vaj. Andaj mos u pushtërso, mos e ul veten. Pastaj ka thënë pejgamberi alayhis salam: "Wa'udhu bika an adhlima aw udhlam." Ka thënë: o Zot, kërkoj prej teje të më ruash, mos t'i bëj zullum kërkujna. Pejgamberi i Zotit ka qenë alayhis salam, ka bëu dua: o Zot, më mundso mos t'i bëj zullum kërkujna. Sa larg zullumit ka qenë ai, sa larg padrejtësisë ka qenë ai. Megjithatë e ka kthy këtë punë te Zoti. O Zot, ti ruajm. Sonë ka mundsi bëj zullum se di. Unë ka mundësi shkele se di. Madje ka mundësi ti shkele kujton që të po mirë. Apo, sepse njeriu është dhalumen xehula, zullumçar ignorant. Ai që është zullumçar po s'ka aparat me mos çka të po. Andaj shiko ka bëu dua pejgamberi se: o Zot, ma mundso, kërkoj mbrojtje, mos le të bëj zullum. Mos hap rrugë që ka mundësi me bëj zullum. Zullumi të ndërum xhamat. Këtë që ki kaos çka ndonjë. Shifni kaosin? Ja, kaos. Vjen ndryshme. Mundohen njerëzit me mishë me shpirt, pushtete të ndryshme, qeveri të ndryshme, perandori të ndryshme, me morë sa më shumë nga kjo botë, pasuri, miliona, miliarda, toka, uzurpojnë toka. Për çfarë arsye? Sepse janë zullumçar. Dhe këtë kjo vjen mbi zullumit. Kamata të ndryshme, sa shpirti kanë, sa njeri e shkatru familja për kredit, për haram. A dikush rrim fllat atje? Apo, sidomos ata që ka japin me kredit, ato këtë në flatërin. Ama këto shka rinë zhek. Andaj, këtë kjo sistem po e lodh njerin, e këputi njerin, e bëni sklav. Apo, thojnë është koha e liris, koha ku njerëzit mune me thonë qka dojnë, me jetu si dojnë. Nuk është ashtu, si kanë bo sklav të pasuris, i kanë bo sklav të bukës, të gojes bukës. E njeri ju është ma i ndarshëm se sa ma u poshtërsu të një këtë nivel. E këtë kjo të ndërum gjëmat bëron për zullumit.
Këtë kjo buron për kamatës, këtë kjo buron për pangopsijës të njerëzve të cilët nuk i knash kur gjon nga kjo botë, pas me e marë komplet këtë botën. Ama Allahu xhelel xhelalu i ka urtësitë e veta, i lezon qartë deri në vakt, pastaj ka punë me ta. Pastaj që ka thënë, au udhlem. O Zot, ka thënë, rujem mos jam unë zullumqari, apo rujem mos të mhipen qaftë në zullumqari. Ka mundësi të si zullumqar, po ti qaftë zullumqari. Ha? Andaj, ka bo dua pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam nga për fukarallëk mos goditët, prej zhvlerësimit pasurisë, prej përshërsimit vetvetes, dhe ka thënë, o Zot, mos u mban zullumqar, e as zullumqari me bim qaftë mua. Doaja e radhës që ka bo pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, të cilën e ka transmetuar Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, thot, kanë an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukthiru min ad-du'a. Pejgamberi alaihi salatu wasallam shpesh e thonte këtë dua. Cila ka qenë kjo dua? Ja muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ka thënë, o ti cili rrotullon zemrat, zemra jote dhe zemra jeme dhe zemra këtë njerëzve janë dorën e Zotit. Kur kush së ndo pa thoni izën Allahi, kur kush s'ka mundësi as në dëshirat e veta mu përzi pa dashtë Allahu subhanahu wa ta'ala. Ja muqallib al-qulub, o ti cili rrotullon zemrat, Zoti rrotullon zemrat, Zoti rrotullon zemrat. Ai ban njerëzit me dash dikan. Kush ta ka bën neve 2 miliard njerëz me deklaruar se Muhamedi alayhis salam është profeti i njerëzimit. Ka dash Zoti i madh që ta ka lakur zemrën, të ka bë besimtar. Ati tjetër që ka laku ka ana tjetër apo qafir. Ha? Ja muqallib al-qulub, thot Anas ibn Malik, shumë shpesh e kam dëgju, tu e shpeshtu pejgamberi sa këtë dua. O ti i cili rrotullon zemrat, mbaje zemrën time në fejen tane. Mbaje zemrën time në fejen tane. Por çfarë arsye mbaje? Se zemra rrotullohet shumë të ndërum xhamat. Shani pasuri rrotullohet, shani bukuri rrotullohet, shani diçka e lakmon rrotullohet. Ha? Në shpesh herë ju duke njerëzve si zbavitse, po pasuria u arrotllon njerëzve zemrat. Ha? I kanë bërë ato mengjira, i dini, mengjira e gjelbërt, e verdh, e ergovant, ta rrotullon zemrën. Luta Allahut me të ruaj, ta rrotullon zemrën. Tu ka njëri mish, bën njëri keq. Tu ka njëri modest, bën më në madh. E ke ta ka mundsu Zoti në vetur, kujton që kemi në qiell. Shkri për konë Allah në vetur me 4 tërguma ajo. Allah me fuqi ku ai matët ajo. Për këtë arsye, ruje zemrën tonë, ja muqallib al-qulub. O ngriti dur ka do Allah, çdo pasuri që më ke dhënë, mbaje musliman, ruma zemrën time. Erdhi njëri te Imam Ahmedi rahimahullahu ta'ala dhe i tha, o hoxh, a mundet njëri mi pas 1 milion? Atëherë ishte pasuri e madhe. Ari tha në xhep, elf edhe me kanë që se do këtë dunja. Tha po, e ka një rrugë kjo punë. Ti kish 1 milion, edhe ta dush ahiretin, është e ftirë pa. A njerë me 500 euro dallashin këtë, me gjipskeri shkatrohet. Para në 1 milion, s'të folë, si folë kërkujna. Qka tha Imam Ahmedi? Po, me kusht, le ti ketë në gjep, jo në zemrë. Ke qështja me rujtë zemrën. Ani bambare, ani pasurohu, ani arrik senet e kësaj bote. Mos ishti në zemrën. Mos ishti në zemrën, leja zemrën Allahit. Leja shpirtin Zotit Madh Xhelel Xhelalu. Shfrytëzoj këtë mjet të shfrytëzimi. Kjo botë mbaron të ndëroj. Ja, xhenazja përpara xhamia. Ja, përpara xhamia. Par ditë xhenaze, par ditë xhenaze. Për ditë, 19 vjet, 20 vjet, 30 vjet, 40 vjet, 50 vjet. Dhe prap nuk mbushemi men. Lutim Allahun që Allahu t'i rregullon zemrat tona, ja Rabbul Alamin. Andaj, nga duat e pejgamberit alayhis salam ka qenë forcoma, mbama o Zot zemrën time në fejen tane. Dhe pastaj do ta shohim se çfarë ka bëu dua tjera pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. E lutim Zotin e Madh Xhelel Xhelal këtë ditë xumaje, ditë të madhe, ku ka thënë pejgamberi alayhis salam, është një çast nëse e çollon besimtari, Allahu i përgjigjet lutjeve. Lutim Zotin e Madh, Allahu ti udhëzon zemrat tona. Allahu ti përmirëson zemrat tona. Allahu ti bën të devotshme zemrat tona. E lutim Zotin e Madh Xhelel Xhelal që Allahu subhanahu wa taala na bën nga bitë e ahiretit e jo nga bitë e kësaj dunjaje. Na mëson Zoti me anë prej halalit e mos më përli me haram. E lutim Zotin e Madh Xhelel Xhelal që Allahu subhanahu wa taala na ruan nga fukarallëku, na ruan nga zhvlerësimi i pasurisë, na ruan nga poshtërsimi i vetvetes, na ruan nga zullumi që e bëjmë ne apo na e bën dikush. E lutim Zotin e Madh Xhelel Xhelal që Allahu subhanahu wa taala ti forcon zemrat tona, ti udhëzon zemrat tona, ti mban zemrat tona në Islam.
Elusim Allahu subhanahu wa taala që kudo që janë musliman në lindje dhe perëndim, Allahu t'i ndihmon, Allahu t'i përkrah e zullumçarët, kriminalët, fesaxhit, të cilët bëjnë fesad dhe bëjnë krime në tokë. Allahu ndër me vetë të shpartallon ya rabbal alamin.